Zoti i rujt mos më ndalë, thot Lavinoti, faleminderit shumë Lavinote, e vlerësoj shumë. Rivlerësimi i pronave do të bëhet në 6 mujorin e dytë, e kemi thënë këtë me kohë, dhe ka disa arsye. Pse? Është një punë shumë e madhe, po përgatiten hartat, sepse po bëhet gjithë bilanci i shitblerjeve etj që të bëjmë një rivlerësim sa më domethënës dhe sa më të favorshëm për të gjithë ata që po e presin. Me sa sheqer e pi kafen, 0 sheqer. Bile kur më thonë, a do sheqer, them jo se jam shumë i ëmbël vetë. Në fakt jam më i ëmbël se sa dukem në të vërtetë. Ishte shumë e bukur dhe me këta të rinjtë e FRPD-s, mbasi ndetëm ja 1 orë, gjys 2 orë, më thoshin more, po pse kështu jeti, se je ndryshe nga televizori. Në fakt, unë jam po ai që jam, po mbas në televizor dukem çik si më i zymë, nuk e di pse. Megjithatë të çon si ka kjo, unë nuk jam kandidat për ndonjë martesë, sepse kam një martesë lumtur, kështu që nuk jam për të dukur bukur apo për të dukur i ëmbël apo i thartë, jam këtu për të bërë punën, kështu që kjo është gjë e më e rëndësishme.